Që nga fillimi kemi biseduar që ta gjejmë mënyrën se si sa më shumë staf vendor i kualifikuar normalisht të jetë pjesë e tij. Dhe për gjithë ata të cilët kanë dijen e mjaftueshme dhe shkallësitë e nevojshme, do të jenë pra të angazhuar. Ne kemi parë edhe në prezantimin që ata bën këtu në Kosovë, që shumica e stafit ishte nga Bullgaria, sepse projekti i tyre i fundit këtu në regjion është në Bullgari. Dhe kjo tregon pra atë që ata do të punësojnë staf vendor. Pastaj natyrisht që është një pjesë për cilën ne nuk kemi ekspertizë. Dhe unë mendoj që qysh tash ata do të jenë të gatshëm, dhe kështu na kanë premtuar, që të përgatisin programe, pra enkas për ta, programe specifike, në mënyrë që kjo, sidomos fuqia e re punëtore, po flasim për shembull studentët që sot janë duke studiuar në fushën e inxhinierisë elektrike, të përgatiten që përpos dijes së tyre shkollore akademike, pra ta kenë edhe bagazhin për shkallësitë praktike që ata duhet t'i kenë në mënyrë që nesër të jenë pjesë e kësaj fuqie punëtore, dhe edhe për këtë pra kompania ka treguar gatishmërinë e tyre që t'i ndihmojë ata. Përndryshe, jo vetëm të ky projekt, por në përgjithësi, unë mendoj që është momenti i fundit që atë që po e bëjmë në fushën e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit elektronike, ta zbatojmë edhe në degë të tjera, që filloj të ndryshoj disponimi, orientimi i të rinjve tonë, sidomos i atyre që ende nuk kanë vendosur për të ardhmen. Dhe këtu mendoj që në atë që po e bëjmë në bashkëpunim edhe me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, që për ta të ketë programe specifike, pra drejtime të munguara e në anën tjetër shumë të kërkuara në tregun e punës. Pra qoftë në fushën e energjisë elektrike me investitorin që do ta kemi, që ka nevojë për staf të tillë. Pra ne po flasim për mira vende pune dhe është me të vërtetë mëkat nëse ato nuk mund pra të plotësohen me njerëz tanë, dhe pastaj përsëri po vim te ajo çështja më problematike që ne e shohim. Pra që nga njëra anë ke normë të lartë të papunësisë, e në anën tjetër ke pra një hendek të shkallësive. Dhe ideja është që me programe të ndryshme këto të balancohen. Pra që të punohet në kalitjen e shkallësive të nevojshme pra të punëtorëve tanë për tregun e punës i cili i pret. Dhe jo që të shkojmë në drejtime të cilat nuk na premtojnë vendet të punës përveç se një titulli ose një diplome. Dhe çdo i ri para titullit dhe diplomës duhet ta mendojë të ardhmen e tij ekonomike, statusin material, gjendjen e tij, mirëqenien e tij. Pastaj nuk po e them që nuk duhet t'i ketë të tjerat, po kjo duhet të jetë primare dhe pastaj të tjerat. Dhe jo një herë ato e pastaj të mbetemi apo dikush me diplom t'i shtohet kontingjentit të papunëve në Kosovë. Dhe projekte si ky patjetër që do t'i ndihmojnë zgjidhjes së këtij problemi, po unë konsideroj që edhe në fusha tjera ne duhet punojmë shumë në mënyrë që rinin tonë ta orientojmë në profesione në të cilat ata do të mund pra ta gjejnë shpresën e tyre për një të ardhme më të mirë.